A e dini kush ishte shqiptari që vrau një agent të sigurimit jugoslav dhe plagosi 3 të tjerë, jo në Kosovë, por në Bruksel, në zemër të Evropës? Quhej Musa Hoti, një mësues, patriot dhe luftëtar i lirisë që nuk u përkull kur. Në vitet 70, ai u përndoq nga regjimi serbo-jugoslav për bindjet e tij kombëtare. U rra, u burgos, u përjashtuan nga çdo punë, derisa u detyrua të largohej nga Kosova. Por edhe në Belgjik u DB-ja nuk e la të qetë, e ndiqnin kudo. Një natë në Bruksel, 7 agent ju vërsulën për ta likuiduar, por Musa me vetëm 2 plumba vrau njërin dhe plagosi 3 të tjerë. Ai shpëtoi, por që nga ajo natë u bë shënjestër kryesore e UDB-s. Makina e tij u hodh në erë, shtëpia ju bastis, por ai kur s'u dorëzua. Pas çlirimit të Kosovës vendosi të kthehej në vendlindje përfundimisht, por në janar të vitit 2004 trupi i tij u gjeti vrarë në parkingun e metros në Bruksel me një plumb pas koke. Asnjë dëshmitar, asnjë kamerë, asnjë gjurmë. Një heroj kombit u hesht përgjithmonë, por jo kujtesa për të. Lavdi Musa Hotit, simboli guximit dhe sakrificës shqiptare. Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind.